Territori shqiptar për datën 1 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mod kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare në disa zona veriore dhe verilindore. Paraditja do të karakterizohet nga kthjellime të shkurtra, ndërsa në orët e pasdites do të ketë intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar nga 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 1 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 1 nëntor do të jetë në orën 6:05 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 22 gradë Celsius.